unë shikoj dhe të reagoj sipas asaj që përcakton ti apo sipas asaj që dua unë të reagoj dhe të përcaktoj unë? Ti e ki në dorë me zgjidh problemin. Kush je ti që unë të veproj sipas asaj që ti do që unë të veproj? Unë thjesht po e diskutoj situata qysh doli, qysh. Kush je ti që vjen dhe më pyet mua prapë tani dhe më diskutim ato lloj përgjigjesh që unë jap? Jo, mos jam ty e vënë në diskutim fare. Nuk a je jam ty e duke vënë bërë një roger në tani diskutim për këtë fare. Je tu e kriju një situatë koti. A je duke bërë një roger tani në këtë moment ti? Jo, fare. Atëherë për çfarë vjen dhe bën të vën diskutim për gjë gjë të mirë. mirë? Për der, ha? Çfarë? Ti vetë, pyetje rogerja ke familje, s'du me të përgjigje theti. Është e njëjta gjë. Unë i ktheva përgjigje, ti si ktheve. Kështu që është e njëjta gjë. A ti ka bë vazhdimisht i pyetje, ty ka bë vazhdimisht i pyetje. Me këtë që duke bërë. Ktheje pllakën nga ana jote. Nëse ka mundësi për më u përgjigj me diçka, kam u përgjigj. Unë kështu e shikoj. Okej. Thjesht shkoj gat. Mujtë me kry. Kush je ti që përcakton kohën? Kohën time, kohën Thjesht tjetër. nuk dole super njeri. Kush ti ka dole super, se mujtë me kry me një herë sa. Me përcaktu kohën. Edhe mu merr në ekstrem, keq më bëj çat pyetje. Atë kam ardhur unë kam pyet për këtë gjë ty? Jo. Ja, s'më duhet gjë fare. Ti për çfarë vin tani dhe më pyet mua për këtë gjë? Përderisa të dyve na ka bëu këtë pyetje, pse mos me diskutu? Unë s'kam ardhur ty. Nuk më intereson të vite këtë. Të dyve na ka bëu një pyetje koti fare. Unë nuk mendoj për ty. Dy të kena zgjidhur Ti pse mendon për mua? Dy të kena zgjidhur në të njëjtën mënyrë. Kto pranoj? Ti dy të kena zgjidhur në të njëjtën mënyrë. Se sa po e the që nuk është e njëjta mënyrë. Unë dash direkt përgjigjen që ai ka dashur të dëgjoj, po unë e përcaktoj vetë kohën time. Okej. Unë e përcaktoj vetë. Po ti fakti që vin tani dhe duke bën diskutim. Ja, nuk kem të vënë në diskutim fare, ja. A të bën një rogert? Ja, fare, nuk kem të vënë në diskutim fare. Ti je të mundu me kriju një situatë kote o njeri. Po çfarë? Për? Unë situatë koti? Mundesh me kry atë situatë me një herë me një përgjigje. Po kush je ti? Me një përgjigje të saktë. Kush je ti që e përcakton këtë gjë si e krijon situatën time, si e krijon gjën time? Kush je? Dorë kito. Ti dorë kito njeri. Dorë kito. Atëherë të bën kjo që ti shikosh punën tate dhe unë time? Çfarë? Menimi kam ja për situata të caktuara. Edhe ti jetu ja menimin për situatat e mia. A të bën një rogert kjo gjë? Ja, fare. Përderisa edhe mua atë pyetje ma ka bë. Unë shoh si një rogert këto. Ja, nuk më fare, nuk jem fare. Pa më raks edhe mua atë pyetje ma ka bë, edhe mua atë gjë ma ka thonë, edhe ka vënë në dyshim ato që jam. Po duhet fare, më unë s'kam ardhur. Ti po. Edhe ai ka bën një të gjë, nuk jem fy fare. Ti ai je fy. Unë as e di fare s'ka pyet ty. Edhe mua ka pyet, aty jam fare. Edhe mua ka pyet. S'kam ardhur fare. Dhe s'kam ardhur të them se u përgjigje pse s'u përgjigje. Dhe më duket gabim shembull përgjigja jote. Pa të kam ardhur të kam. Që i kam thënë më një herë? Po. Pse duhet i thuash? Një pyetje flash. Përderisa ja ngacmon tek ter pas tere pyetje. Ti monesh me thon kur dush edhe me thon. Kur Kristi ka shpreh këtu pëlqim për i goc, pse duhet ta pyesje? O, koti është edhe mua atë pyetje që ma ka bërë koti, ajo pyetje nuk do të më bë kërkuj. Ai për shembull ka shpreh pëlqim për Krustitën. Ore kur i duket çdo gjë kot. Ajo është pyetje edhe ty të thash, është koti, the po. Ti pse vjen në një situatë për këtë moment, me një situatë që ti dhe vetë quan kot. Ata bën kot dhe situatën të që po ndërton tani? Që po ndërtoj tani? Po. Përderisa e di që është koti, përderisa e di që është pyetje koti, nuk e di pse e kisha marrë nga zemra çat shumë. Ai do kuptoj. Kështu jam unë, mo. Ti je nëse kisha marrë nga zemra fort, nëse kisha reagimin tim, të pyet edhe një herë. Po nëse po thuaj që ka qenë pyetje koti, si unë që po them ka qenë pyetje koti, nuk e kisha marrë nga zemra fort. Kush je ti? Atëherë po vën diskutim. Me keq kuptuar që sen që 2-3 herë ka ndodhur me Kesin, ka ndodhur me Inën, ka ndodhur me ato, me këto, edhe me Senën. Përderisa kit njerëzit ja bëjnë këtë pyetje, normal që vjen një moment që mushet kupa dhe thotë njëri, ç'a kit me mua që ma bën këtë pyetje. Edhe kaq, kështu që ti nuk ke nevojë me bën si pyetje. Kush ta ka bë pyetjen? Edhe mund një pyetje ma ka bë, mos bajgon mos më bëj për drejt. Prapë jetë të bë viktimën? Prapë jetë të bë viktimën? Po jo me mua krisi këtu sa. Jo me mua krisi se edhe mua një ta pyetje mu ka bë. Bëja viktimën kisha. Edhe mua një ta pyetje mu ka bë. Mos ma lyp këtë viktimën me mua. Mos ma për drejt, mos më shpi për drejt sa. Mos më shpi për drejt sa ato krisi. Jo, nuk po ti për drejt. Jo, me mua nuk më shpi për drejt sa. Atë po tregoj çfarë edukat duke bërë tani me këtë moment. Jo, nuk më shpi për drejt sa. Reagon ashtu, dhe më që reagon ashtu ka diçka, ti vë prapë në diskutim atë gjën që unë kam thënë. Mos e për drejt situatën. Nuk po e për drejt, po të qëndroj drejt për drejt. Nuk po të nevojë. Po të qëndroj drejt. Po pra, nuk patë nevojë. Kush e ti që e përcakton nevojën? More ti bëne kur dush, unë po tregoj, unë që zgjidha një situatë caktuar. Po nuk më intereson. Ti zgjidhe mënyrën tonë që unë tregova thjesht që zgjidha ore, se ai nuk